përgatitet të ushtëria. Qëtësonim do t'hidhet e para brigada e 9 e Vasilit. Gati, krye kapetan. Mosungut, më parë do të prezë sinjalin e 2 të shtanave të topave tanë. Dhe tashti, nisu! Komandari topave. Urdhër, krye kapetan. Topat, gati? Gati, o krye kapetan. Të lumë të qazo. Dhe tashti mbaj syt nga unë dhe nisu tretën bateri. Kur të shikosh se unë po nduk mustakin e majt, ti shkrepe topin e majt. Kur të shikosh se unë po nduk mustakin e djath, ti shkrepe edhe topin e djath. Kuptove? Si urdhëron? Kuptova. Gjithë komandantët pranë reporteve, marsh! Dhe tashti, për hajër na qoftë. Zjarë! Qazo! Zjarë! Qazo! Zjarë! Qazo! Zjarë! Kone merë veshtja pas merë vesh. Komandanti urdhën zjarë. Ti gjenëm këtënë, zjarë të thonë. E di që këti, në lere hatë me gjasullën tënë se nuk e kemi gjenë. Vetëm 2 copreda kemi dhe këto nuk do t'i lëmë të shkojnë kotë. Presim dhe ca sa t'afrojnë. Ja zëk të qoftë qazim. Kështu i zbaton urdhërat e mija ti. Të thash që kur të ndukur mustaqe ti shpraze. Pa shiko këtu! S'kam që benj, ku të pyet ajo? Se mëre, kush urdhëron këtu? Unë? Apo ajo? Unë! Nuk të pyeti njëri ty. Ti shko atje të lashenët, dëgjon? Ka dëgjon më tepër ti mëre. Mo, apo atë? Atë? S'kam që benj, e ka zgjedhur masha kryetare. Ti gjasullo mos mërzit. Ti e ke kryer detyrën tënde. Shkori rehat në shtëpi se je burr plak e mund të tohesh. Me këtë punë merremi ne. Ç'është paturpsi? Ç'është paturpsi? Ç'është paturpsi? Ç'është paturpsi? Ç'është Ç'është Sulo! 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 Shpejt kështu, moj. Alarmë duket. Pa. Edhe thonë pastaj se nuk dalin ëndrat. Ja, edhe tani në ëndër luftë po shikonja. Amre se unë jam! Kush je ti, more? Ti Beqo Qenge? Edhe unë jam! Po që kërkon këtu ti? Me ka humbur çakmak! Për këta I pjen alarmit. Jo bre, kush e di se çfarë ka ndodhur.
I alarm, kush e di se çka ndodhur, me ti rrije më kërkon pronën private. Ja zek të qoftë. Hele, me këtë t'ja shkretim, Si do të di unë, e di kryetarja. Për mua kujt jam mbaj, le të urdhëroj. Puh! Shokë dhe shoqe. Shirat e shumta që kanë rënë e kanë mbushur rezervuarin përtej kapacitetit. Ka rrezik që uji të shpërthejë dhe të dëmtojë të mbjellat. Shokët dhe shoqet që janë të fuqishëm të nisen me njëherë në rezervuar në drejtimin e shokut Qazo. Hajde shok, nisemi. Shkojmë. Ata që janë të pamundur qëndrojnë këtu me mua se do të saktoj detyra të tjera. Petofosa. Dhe ti nën Sabije. Shkoni në stavë të Biçët. Xhajani. Urdhëro. Shko ande nga kosheret e bletëve. Si urdhër. Atje ke dhe Çakostën. Mirë të keq. Po neve? Kurse ti të Shero, me që je goxha shëndosh, ajde me mua në rezervuar. Ti Xhabeqo. Gjani Beqos. Shko ande nga depot e dritit, se mund të na bëjë ndonjë rufe dhe na hap zjarr. Mirë Gjani Beqos. Po unë, Ti Gjasulo, shko rri më mirë në shtëpi, se je burr plak e mund të ftohesh. këtu bëhet alarm dhe është ngritur i gjithë fshati në këmbë, kurse ti më thua burr plak. Fol, ç'do të bëj unë? Mirë atëherë, shko te koteca dhe kujdesu për pulat. Va, E po këten nuk ma kishte marrë mendja kur. si tha, se nuk e dëgjova mirë. Bë. O vendime të math nuk ka. Shkon kotecin e pulave dhe meru me rujtjen e pulave. Mos, more, me gjithmonë dhe këti. Ja, ashtu e tha jo. Ashtu tha, Dhe kapetanin e fshatit. Sikur pa thoshte mua hajde vet. Se unë nuk kam luftuar as kundra turkut, as kundra serbit, as kundra grekut, as kundra italianit, vetëm djajt qashkujt e fundit kundra gjermanit. E me gjithatë do të kisha bërë, nami nuk kisha bërë. sikur mos kishte ndodhur sonë që është alarm për gjithë fshatin, do të kisha shkuar atje në rezervuar dhe do t'isha përleshur me të. Po sonde, sikur nuk ka lezet të zihesh për çështje personale. Ashtu është gjanëm, sonde shko ruaj pulat i nesër shofim e Unë të ruaj pulat, më merë të keqen aja me gjithë pulat. Urdhë të zbatuar, e kemi kryetare, ka zgjedhur masa. Të bukur gjë që na kanë zgjedhur. Prandaj vem punë shu se kemi në krye çupërlinga. Çupërlinga, po ty ta mblodhi nama, të vurit ruaj zoçka. Kur të më vër, Urdhri është urdhër, shkoj e zbatoje, sonde nesër shofim e te. urdhri është urdhër kur e japin burrat. Unë nuk e zbatoj. Dhe ke për të parë se ç'kam për t'i punuar.
Lëri ato gënjeshtra se nuk ma hedh dot i mua. Vazhdo aty të thash. Aqera, vazhdo aty të lexosh gazetën të thash. Oj kë. Po. Hale këtu. Jepi Kike! Forca Kike! Vazhdo të lexosh gazetën të thash. Oj Kike. Ulo aty. E ti që ti gjyshi, më gjyslyke si qabequa dhe lexove. Ti nuk janë alfabet. Vazhdo të lexosh të thash nga fillimi gjë në fund. Oj kë. Edhe ti kërkon të më mësosh mua, a? Janë ndërmarrë njëkohësisht masa të rëndësishme për ushqyzimin e lopëve të vendit me rasa dhe prodhimtari të lartë. Tani, mbi 90% të lopëve janë nështruar ndërzimit artificial. Agjensitë e lajmeve bëjnë të ditur dje se Forca Nacionale Çlimtare të Vietnamit të Jugut goditën brenda 24 orëve të fundit një numër. Ai, qerata, mua kërkon të ma hedhësh ti, e? Nga mua dhe kështu more pizë vend, nga ndërsimi artificial tek amerikanët në Vietnam. Kështu ma bërë gjithmonë mua ti do me thënë, sa erë që unë dremis ka një qik t'i fakt më kalon në fakin tjetër. Prandaj jam i dobët politikishtu dhe nuk di të lidh dy llafe aty në qeshin e burrave. A pizë vend! A të psash! Kapeni! Kapeni! Ai, qerata, që me shpëtoj! Kapeni, more! Na lupi, na, Gjupi, Gjupi, o boç më bëri laneti. Na dupi, na dapi, Gjupi, lupi. Kujti të dapi tubi ti, more. O, ti qenë nga dërzi, nuk shoh fare. Se që përplas me mua dhe me fluturuan gjyslyke ka hunda. Kam një orë që i kërkoj dhe si gjejtot. Gjën e mirë që të tuka si langua, e nuk të tuka bje fjalla si ari. Se rëzik të ma kishe ngopur me qifte së trote. Mja tek janë këtu. Ti ka marrë pushin, goj ti ka marrë atë gjyslyket. Meri të shti. O, boç më pas ka gjetur. Që ka thyrë një gjamë, Nuk e të shti bësh. Lere. Lere gjuatim për sot dhe shko në shpite plaka, hajde. Jo, bre, gjuaj edhe me të djatin unë. Me qilë që jam me njërash, një loj e kam. More. Ti nuk e qëlluar mirë as me të majtin, as me djatin ku ke qenë djallë. E jo më të shti. Kush, more, unë? Ti arë pa kush unë? Se mos ke nga trorë me një tjatër. Ikë, more. Unë të thaj me të dy, të thaj. more. Na, shiko këtu. E shikon atë poqe e ti lartë? Cilin poqë? Jam atje në gjak në majtë shpi sotiricës. E pash. Shikoj e kur të thaj në vend tani. Qëlloj një. Na, më këtu. Ska këtu. Na. More, s'po bën vaki kështu. Domino! Ka shumë. Inshallah nuk ta ka njohë, thuaj. Ata që nuk jifesh jeti. Vidallohesh ka 100 kilometra largë atërsi. Po nese po inshallah nuk ta ka njohër dhe i ka numër gjyslyke dhe asaj. Dhe sa kanë se ma quen vetën i shatar se të mora një hu e të lutar më në taullë se luta. Shke, dalës, se ishe gjithë natën pa gjumi shone. Ede, të kishtë saktuar kryetar ka shefin e rufeve. Ta pare mi ndalove do të. Oj, të ndaluar, thot, vetëm njëra më shpetoj.
ajo që të ra ty, po dhe ajo të ra ma si kisha lënë shërbimin unë gjanën, në mëngjes. Shfarë më ra mua, more? Shfarë më ra mua, po them? Ajo në fletë trofeja. Kur? Qa është t'i gjeti? Ja! A që ta të regoju? Hajde tu! Lërë ti tu! Në rastet e alarmit, çdo detyrë e ngarkuar është jo vetëm liq, por edhe një post luftarak. Mbrëm e gjithë kooperativa e mobilizuar si një trup i vetëm, luftoj me vetmojim për të mposhtur dëmtojësit natyral të ekonomisë tonë kooperativiste. Rezultate qenë të mrekullueshme në të gjithë sektorët. Me përjashtim të sektorit të shpendëve, ku i ngarkuar me shërbim ishte Gjasulu Ajdeçkës. Ai, duke u nisur nga lavdia personale, nënvetësoi këtë sektor duke e lënë në mëshirën e fatit. Presim përgjigje, organizata e rinisë kooperativës. Ama dhe këta, nuk kanë punë tjetër, po merren me një copë plak që me zimbahet në këmbë. Shumë mirja kanë bërë. Vetë kërkoj që t'i caktonin detyrë. Po i rana muzi se caktuan tek pulat. E ku donte ta caktonin tek raketat? Ka të drejtë Janka. Të theshte që nuk vete dhe mund caktoni një tjetër në vend ty. Po ne që merremi të rjetën me pulat, qemi. Je një pipiriç kësë trote që nuk e dy paramend të kokë. Dhe të ruash që vetëm pulat, por edhe patat. Edhe rosët. Por mua më vjen keq për të tatë që kam patur të birin e të ndjerit Dule, që ishte burr me mend. Ja, kështu është kur vjen gratë në kryesi. E Gjasulo, po bën gabime parimore. Shka marë, mbushu ti. Hajde beqo, hajde po kam për të parta se ç'kam për të punuar. Bjere kopën tu. Na. Hajde. Unë se hel dot. Po të more nga prima të fashë ty. Mos më dëgjoj, mos se ikti se për rje për bërë rojëm. Se more të përshëroje, se mos më futemi për të vjedur. Hajde. Iko. Shëndet, Gjabeqo! Shëndet, Gjabeqo! Shëndet, Gjabeqo! Faleminderit. Po ku jeni ju? Jemi ne të rritë fshatës. Kush është aty? Pulave u ka hije të kakarisin vetëm në kotec. Nuk pas ke pritur deri nesër në mëngjes për ta vënë këtë fletrofe? Ama dhe ju nuk duruat gjë në mëngjes për ta lexuar, po më qenë ka nivel mrapa të rrugës. Vetë thash 100 herë lere këtë punë se s'është mirë. Po ku i mbushet mendja këtyre shoh? Gjasulo, e prishe punën fare me këto që po bën. Iqe më mirë me vakte me nder. E di që ti, shko për nani atë të bësh, dhe mos më shit me të mua. Hajde beqo. Shko ti, shko. Shikoj mordjeva, se si është... Po ti sikur deshet vje nga unë sonde. Kush e? Unë? Unë erdhe të të mbush mendi mos vi një fletë rufe. Ja zet të qoftë. Prigaman. Ika unë se po më thrasin. Shko, se vërtet po të thrasin. Plakë moj! Po që janë gjithë të drita ndezër moj? Apo shqyqyrë që fu me elektrikun dhe farda? Hajde plakë, hajde! Oj? Që është kështu? Më pas ke shtruar gostin se ja këndova kryetares, Plakë moj. Moj plakë.
Të urdhërofshin nuset e djemë dhe të urdhërofshin. Po kush na ka ardhur më plakë, kush na ka ardhur? Na ka ardhur djali që ju bëfte në na kurbani ju bëfte. Djali? Po? Po ku është, moj, ku është? Ha? Po ku është, moj, ku është? Ndajni, të priti, e pastaj u la, u ndërrua, u lye edhe në livando, e dori të takohet me shokët. Pasiko, se më ka lyer edhe mua me livando. Si kur gjithë lavanot e botës të edhësh mi kokë, nuk më kanë disë do të mua, jo. Shkove ti plakë, fishke, urudhe, më je përë si o shafkë më je plakë. Na, kush më plek, unë jam e zonje tërës, dhe nuk e bëj veten të talen të tjerët. Ashtu thua ti? Nesër, Avazi! Nesër! Po ka kohë që doli ky moj? Po ka goxha, ta si duhet të kthehet, po shkojun t'i bëj një dikuleqë. More Zagar, nga dreth kështu natën ti, more, nga dreth. Pse, more, ty do të rrinë të presim neve? Apo nuk përde qa si fresë tani. Edhe kjo tjera ta plak, Ku e pas ka fshirë tërë të raki, gjanëm? edhe s'kanë, thot. Se që më shkojnë sa si mornica në trup. E forte u luar. Po ti, more, që më bështron ashtu? Pse? Ty do të rrim të presim ne? Hajde, more, këtu. Ja, mirë se na erdhe. Ha të keqe, babaj, të keqe. Ha të trimi, babajt. Hajde, gëzuar. Gëzuar, baba. Gëzuar, more birë. Të na ktheje shëndosh dhe ta kryesh ushtrinë në mënyrë shëmbullore ta kryesh. Ama, ja pas ke shtruar zotrope. Te e pi për ilaç, moj. Duke si kur janë thonë sa mbrëm nga shiu, se që më vinë qa si ethe në trup. Mirë të tha kryetarja të mos kishe dalë. Që pas e në goja ta më dërparë. Ja, prap ma shkire mërzin, hajde shuhe tani. Gëzuar plakë! Gëzuar qopsh. Shiqyr që na u këthyë djali shëndosh dhe në dasëm të ti. Të lumë të goja. Ha, na moj, ti e bje Ramos që shiste ti ka në Postovec. Ku pa pas ke gjetër gjithë të raki, zotrote, e? E kisha psheur, është pike kazani. Ja, mërë këtë dite e ruanja. Shehro moj, njëri tjetrin sa e donim, shehro moj. Ahman ben, shehro moj, gjithë bota, kajna, bahadin moj. Ti e madhe. Pse më e flamosur dere, pse? Po edhe ti ama, nuk do të lë pa të mbushur, jo, mos ki merak. Se edhe ti do të rregullojmë, edhe ti do të rregullojmë. Kjo është kryetare kjo. Këta janë burrat e fshatit, që të gjithë janë rrisht dhe në krye të kolonës jam unë.
Dush Safi, ha? Ti qëngë, tradhëtar. Digjo këtu, kam një muhabet me ty. Ti unë ata muhabetet e tua. Futu more prama. Do të quditesh. Futu more prama dhe thash. Ordër e shordër. Tradhëtar. Digjo si është punë. I ti unë ato punët e tua. Sa herë që kam unë një punë, me njerë më në patak më në baltë më në. Na, grije. Shëndeti djali që mu këthy e shëndoshe mirë nga ushtria, dhe më ka hasë me le. Atë më të mirë, o beqo. Na, të më të mirë. Gjake vja, o beqo, gjake vja. Na, o beqo. Tek, tja pun. Ashtu dhe. Shëndeti gjake vja, o beqo. Na, o beqo. Dre, po kjo është ujë, uj! Kjo është kryetarka! Çfarë bën kështu more se me lage? Të laga! Mirë ta bëra! Gratë nuk duhet t'i këndrojnë pas burrave dhe të t'i gjojnë se shfallafosën ata! Ka unë jo që ta fsheran ty në ty. Ti po pive dy gota dhe vajte. Lari lafe plakë! Po të kesh të një ankes, shko dhe ti në kryesi dhe vull në një fletrufe pa e di u se si përgjigje ma! Mire me gjo. Gjake dhe jam të bëftë për gjo. Amin. Shëllet. Gjo këtu. Shullo. Të birë. E pash me këta. Me kaj fleore peqo, me kaj... Me këta. Me kaj fleore amor, me kaj pa fleore peqo, me këtalkën. Ashtu jo. Po, ashtu se. Bravo I qoftë. E ti o se shfar tjali kam. Nuk lejon njëri kuj që t'i shajnë baban. Bravo t'i qoftë more mirë. Me dhe me ka beqo, po shireshin, a? Dhe po ashtu sheshin, more. Po puseshin. Po, e pe veti apo të thanë ty e njërë? Jam me këta dyshi. Me qilin sy e peti, more? Me këta me gjam, apo me atë pa gjam? Me këta me gjam. Mas, more. Me dhe mek, po putheshin sa glamë, Po I të puthur, dhot, ja kështu. Vashe me more fryme me more! Si s'ka gjej? Po gjene unë ma ty, nuk të besoj. Nësh me beson, ngrijo që shkojmë me të shikojmë. Ngrijemi! Zushka! Ka urka! Që me mori erzi para fshatit! Ta shti kërkot të me mori edhe tjanit! Po nuk e di shkreti se me këta të bëjë! Ashtu është! Pa në ka pyllën preta! Duhet të dalim nga penqerja, duhet të dalim ashtu! Më sheura zi ka qakshe, që mos ta shikoj njëri, mos ta shikoj! Urdhëri është urdhër! Lej lafet! Hedho! Ja qëmë! Hedho! Hedho! Mare vesh ti, apo ja? Nuk të anu se kryetarkun! Në pik! Jare, të vi e t'na urdhëra! Po ne, qëta të bëjmë ne? Lepe peke! Dhe jare peke! A gjullo!
Unë vetëm ty të kam, Begjo. Edhe unë të dua shumë, Brazullo. Me gjithë edhe ti qoku më luan nga një qikë. Kush t'i gjanë urdhrat e grave me mua është në smëri. Dhe të traktarje. Po pse? Pranoja. Nuk më mbete të atri mua po traktarje. Ja të kjanë Sullo. Oshma. Ata të dy. Pone male. Nuk janë kam 12. Unë kam havet e një au. Po është ty të bje me këtakën. Kuj është male? Nuk shumë qeun, mare Begjo. Asu nuk shoh, Brazullo, po të gjoj. Këndon rinja, Sullo. Bëj në qef qëra të larët. Kurse ne nuk dinim nga lidhe i komari. Mare Zuzan. Me të ardhe drejt e kjo vajte. Moja Sullo e paske pirë me kova sonde më duket. Më falë. Ja nga me muaj pirë kovajtë. Po ti moj, pse ma ke këthyrë kurrisin? Sigurisht e jo të bia jo me të birin e kovacit. Jo, breqni. Taja. Nuk më gënjëm shumë. Dale, more qani babaj, dale, të të themi e dy lave para të mi strecen. Po jam unë, Moja Sullo, jam unë, biri Kovacit. Më thalë, gjanë, e se në fjërë e shlukat. Më thalë, au. A vinë këto zene, more Begjo. O djallin t'jem futur gjallën, Po ti unë nuk të i lash. Më duke se më kam betur këpuca. Banditën qita qakmakun. Më paska umbur gjepi me gjithë qakmak. Më t'jallë të vej. Për ti i gjeta. Ecim në majtë të gishtrinjve që s'kanë se nga na iqë. Tëre qimor t'i marë, pas të nga 10 minutë qetë gjallëm. Ku është ti, Po 100 me eri o thash jam djali Kovacit. Po pse, po sa t'jem ka ju ta. Vetëm njeka. Gjithë këni dalë natën e brillni ferrave? Ja, zaki qafë të tedi që u la të brillni kështu frelë shuar. Kore Begjo, po ti sa që ma ke gjarëm? Njecka. Dhe gjitha me tem të Kovacit ka kalli Të më letë të bajtë si të duar o Sullo se që ja qau! Mate! Shoku komandant, pika orientimit nëmër 2, tek listi rëzuar objekt armik. Çfarë është? Se dalloj do të mirë. Herën tjetër të ketrung se kisha vënë re një gjë të tillë. Ndoshta nuk e ke parë me kujdes. Jam më se e sigurt se herën tjetër listi nuk ka qenë ashtu. Shumë mirë atëherë. Duhet ta kontrollojmë. Merr skuadrën e zbulimit dhe nisu më njëherë. Si urdhron. Qoni po ju them. Çu! Ka bërvaki, maj? Do vini me ne. E ku? Te komandanti i kompanisë. Ka, maj, mbusho. Mos lëviz. Përpara. Kështu më mirë. Do t'i bëhet qefi komandantit kompanisë. Eri vajza. Eri e ni. Nisu. Po
Po që bëre ti more qyshin, nuk lam vënd pa të kërkuar. Ishim në piknik. Ja, bashkë me te. Po që mbrëm natën deri ta shti në drek. Po bëmë dhe ca para ushtarako, Rufi. O Gjagji Petriti, ku është? Mbrëm, por sa dole ti, a jervi. Kurse sot nuk lam vënd pa të kërkuar. Deri në orën 8, pastaj a iku. Iku? U vajti, more birë? Në repat, more, se një natë leje kishte. Kishte ardhur me shërbim. Po që më the, more. E ta tishti more I qyshi, sa keqi erdi ati. Kur iku, shkruajti një letër për ty dhe a dha mami. E ti qënë? Po mami, ku është mami? Ka vajtu në aksion, me goditjet përqëndruar. Vajtë edhe unë dhe mora më mirë tënde, pale. Më paq, më qafë, më paq. Hajde! Hajde! Hajde fitojmë kohën e umbur. Ta fitojmë. Bjere! Dorë. Bjere! Vrap! Hecë! Po e të fitojmë, hajde, luaj, të më fejtës. Dale njërë, ma filmove njërë aty ku s'prosh dhe mësova talti mërti. Mësova me keqardhje se ti e zemruar me të padrejt me kryetaren. Vazhdo ti. Ajo ka dashur kujdeset për ty dhe nuk ta kishte me të keq. Për këtë mu betua. Lëri këtë lafe ti, ma pas ka patur me të mirë. Të vete unë, të ruaj pullat, sulua. Vazhdo ti. Ajo ty të donë shumë dhe ka respekt. O pingën! Po fletru feja, moj! Po fletru fe nuk ta vuri ajo. Ato ta bëri rinia. Lëri ato ti, kërkon ta mbrosh edhe ti, të njofë mirun. Tërga jo temi ke marë! Vazhdo aty ti dhe mos më bëj lafe. Unë desha të takoj dhe të bisedojmë gojarisht. Ne duhemi prej kohësh, që kur kemi qenë në shkollën bujësore. Kjo pun ka marrë fund, po unë desha ta bëni me të mirë, ashtu si që ka lezet familjes tonë. Ti për familje, mos vazhdo më se mu përzije. Ik, qërohu që këte me gjithë fletrën e ti. Ja. Bere du. Se di unë që do vesh nga tregosh gjithë fshatit ti. Në është digjo, sa kanë se I thua gjësat tëme, aty të shoqja të të biri, se ta mbylla terën e shtëpisë. Kur të vdes unë, ndoshta po. Nuk flitet me të, është zemruar keq. Se mos e zbusin. Mirë tani. Mirë dita. Gjasulua... Ha? Sulua, të është? Po, brenda është gjasulua. Se që tha, e se që bë këtu, unë s'di gjë. Por jo të shoh që I mori vesh që të gjitha. Nga I mori vesh, mor? Po për gjonë të prapa derës. O ti, nga e pe? Po dhe unë po për gjonja prapa derës. Ja sek të qoftë! Edhe ti! Mirë them unë, se edhe ti më je bërë më keq nga gratë më je bërë. Po fundja. Shtë dohet ty mërë të përgjosh gratë e batës. Unë nga shoqëria? Vikë mërë. Lare mërë me gjithë të shoqërin tënde se e pashë dhe atë. Qyshi, është mbushur I tarë muri kryesis me fletrufe. Punën e madhe. Nesër do të bëhet mbledhje gjithë fshatit dhe atje do të shikojmë dhe punën e fletrufeve. Do të jetë dhe sekretari partisë dhe I do të peshoj si shduhet punën, se më njeh mirë mua se kush jam unë. Çështja nuk qëndron në faktin se Gjasulua ka ofenduar kryetaren. Kjo duhet parë diçka me tutje, diçka me thellë, pra çështja duhet parë në koncept. Kjo gjë na tregon qartë se Gjasulua run akoma në trurin e tij, në mendimet e tij pikpamit mikroborgjeze.
Si tha mo, mikroborgjes. E shtë thot ky me këte? Do të thot se ti, në trurin tëndë, ke misi me borgjesit. Unë edhe në qofë se ka misi, kam vetëm e ty. Pse borgjes je ti? Më mërë të keqen ti. Qetësi ju andej. Për ju po flasim. Unë mendoj se këto pikpamje duhen luftur kudo që t'jenë. Kudo që t'faqin dhe në çfarë do forme qofshin. Sepse ato janë jo vetëm të dëmshme, por edhe të rrezikshme për njerëzit e tjerë. Shokët dhe shoqet që na rrethojnë. Sepse ashtu siç kemi trashëguar ne nga kaluara, ka rrezik që këto meteorina t'i ngjiten dhe brezit ton të ri. Ne dhe shokë dhe shoqe duhet që të gjithë të bëjmë një luftë të ashpër kundra këtyre mendimeve dhe të shkulim ato që nga rënjë. Unë jam i sigurt se Xhasulva e ka ndjerë thellë gabimin që ka bërë dhe do ngrihet këtu të bëjë një autokritik të shëndosh. Jo, more, jo. Do ta shikojmë këtë punë edhe gjetë. Ka edhe më lartë. Me le, Urdhroni, flisni. unë nuk kam shumë gjëra për të thënë. Vetëm desha të them se shoku sekretar kishte shumë të drejtë kur tha se këto mbeturina ka rrezik të ngjiten dhe brezit të ri. Ja për shembull, mbeturinat e shokut Sulo më janë ngjitur dhe mua. Jepi Rini, jepi. Po ngrihem e po bëj një autokritik të shëndosh. Kurse vetë ky Sëmuri nuk ngrihet të bëj autokritik. Po çfarë kam bërë unë duke qëndruar vazhdimisht me shokun Sulo? Çfarë s'kam bërë, thuaj? Ja, fjala vjen. Theva gjysë lykët e mia dhe kam mbetur me një çam. Theva dhe çamet e Teto Sotiricës. Pa kemi pirë e jemi bërë tap, sa kemi prishur qetësinë e njerëzve. Kemi bredhur arave duke shkelur të mbjellat. Kemi fjetur jashtë, sa erdhi skuadra ushtarake e çupave dhe na mori përpara me duar përpjet. Jo, jo. Unë nuk e kam ngritur duart përpjet. Ne se kjo s'ka rëndësi. Po pse i bëra unë gjitha këto të këqija, thuaj? Pse? Sepse shoqëria e keqe, të prish, të merr në qaf. Shkurt më prish. Por marr angazhim që sot e tutje të mos shoqërohem me te. Trautar. Të lutem mbaj goje mos ofendo. Jem mësuar të ofendosh njerëzit e ndershëm ti. Jo, Sulo! Hajt, pajtojnë. Ka marrë angazhim. Ka marrë angazhim që të qëndroj pranë dhe të mere me edukimin tënë. Si themo, afro cacë. Ti e di që unë nuk para t'i qoj mirë nga veshën. Jo, ka marrë angazhim. Dalë se vim dhe sipër. Ka marrë angazhim. Po çfarë kështu mordi të zi? Ti do përvëlluar me utën nxehtë, po çeto që nuk kam. Qaro që te! Si s'të vjen pa këtu? Shka me, bushu ti, se akoma da kaminatin. Mos më bëj ta ktheje në kashapan këtu. Ku ke parë ti me të kritikosh burrin në mes të fshatit? Ajt, se nuk e nga ta që të skuqet faqa aty. Të kishe arse namus, bënja ato kritik si shokët. Do të më shojnë se ku...
Çfarë ke dërmend të bësh? Atë e ti unë. Dhe nuk do t'ja plogëri ty. Gjami është kjo? Se more Gjaxho, si të duke ty? Së ngjanë si gjami, e? Se më ngjanë si gjami, prandaj po çuditem edhe unë. Ore po qengëni prapa nga dynja e juve tiranasit. Neve atje i kemi prishur me kohë. Këtë nuk e prishim ne. Bile e kemi me kimet. Kjo ruhet nga shteti se është e vjetër. A me e lumë të te, shtu them edhe unë. Jo, se do tanët atje që na e plasën shpirtin. Po shti bësh, të shtu është kur urdhrojnë gratë. Më të lumë të dhe kështu ju pafshat të tarave. Si që duket këtu i pas kam bërë gratë e bjetë. Nuk e hapi fare s'kemi. Të kishte qenë më një nga do tonat, do të kishte bërë qametin. Urdhro? Deshe gjë? A ka mundësi të më tregosh ku ndodhet rruga... Mos ka humbur gjë? Qa, mos ka gjetur gjë zotrate? Gjujtë. E madere, pse pëvjetë? Cili kërkoni more shok? Të ta të kërkoj më shoqe. U gjysi! Qysh jemë të këtë gjyshi? Babi, erdi gjysi! Gjysi!
karamelet e gjyshit. Po shqyqyr që në erdhe njërë. Qyshi e mor këtë voti, papaj, qyshi e. Po që të përmbysim. Ullu këtu në minder se jam barova. Po nënën si e kam? Çfarë? Nënën si e kam? Yrnek. Lëra mos e pyet. Po ti, mos ke që kafsh grua se morë? Jo, shumë mire kam se. Jo, Fash. Me që të kanë zënë taksirati të bësh punën e gruas. Kjo të lartë mund kish ndodhë në një hata. Jo, më shumë mirë është, po. Me që ka shfaqje, darkën e bëj unë. Gjithmonë? Gjithmonë. Edhe kur nuk ka shfaqje, ajo rrje mëson se vazhdon institutin me korespondencë. Qfar? Do me thënë i mbirë nga bëka punën e gruas, ha? E po shtë bësh? I qish, s'kesh të bësh gjënëm. Ke turp nga baba gjyshi? Po këto? Ti i ka bërë dhe këto? Jo, këto i ka bërë ajo këto. Andaj pas ka ndritur. Nëjse të jurroj njërë. Faleminderit. E di që ka ti more birë? Më shtro të fle mua. Se nuk e ndjen vetën mirë? Jo, në ndjen vetën shumë mirë, po se si më përzije. Po mirë, dalë të të bëj një kafe. Jo, nuk është nevoja. Mirë, ta është dark njerë, pasaj të hedhim nga i kupë së bashku. Po nuk dua të thash. Do të më shtrosh të fle apo si e ke halin. Po ti me sa më ndevura për të fjetur që ngrënë. Si nuk të vjen tur? Kard nga anës, dofta s'ka ngrënë as drejt. Unë po të them se nuk deshte ti prap. Si nuk deshte? Me zor ti kishe dhënë. Nuk e njefti atë. Ka një kohë ai kur zemërohet. Po pse u zemëron? Po ja se më pa mua duke bërë punët e grave prandaj. Ti kishe lënë drejtë ta marrë kur i di një punë të kështu? Ti e di ajo është kak? Është mësuar me vjetrën, ka mendimin e tij. Mendime të mykura. Mos karaj. Do vete ta ngrënë, dofta se ka dhënë gjumi. Shqyqy që në erdhi një herë dhe ne ta lejmë pa darë. Po, se që ka mbushu këtu gjithë ty. Baba. O baba. Plaqa unë e ka zënë gjumi. Baba. O baba. O babush, ngreu dhe. E po ngreu tani se mjaftë mbajtë i natë. Dofta keme të vërtet. Sa duan pas kapir? Kush e di si e ka pasur hallit? Nuk të tha gjë ty? Jo. Më bie si era les të digu. Mo i vërtet, ashtu po më duket edhe mua. Shëndesim dritë. Jo, mos e ndi se janë zirë gjumë. Më duke se ka marrë gjatë një po zjarë. S'ka vënë mullën të ndezur në gjep? Po që nga bërë koshavërim. Po, që kanë ndjekur dhe para. Po i parat po i zëvëndsojmë, po halli qaketës i bëhet. Në gjitha s'ka gjë, ja por ju thonë dhe po jarë noj. Ja, kom.
Shqyqyr. E dëgjon, e dha sinjalin. Mëngjes babush, si më krejoj sot? Mirë, more birë, mirë. Isha pak pa qef mërëm. Po natë kra që rash, natë kra ungrita. Po juve si më gëllit një. Mirë, babush, mirë, fare mirë. Nuse! Mëngjesi, baba. Se na erdhe. Po kjo qëke? Kafen! Gëzuar shit. Gëzuar qofsh. Gëzuar qofsh. Sili babaj të ujnë të lajt. Pse nuk keni qesim këtu? Kemi, si s'kemi. Po pse vete lajmë atje? Jo, ore, po e ka për detyrë të bëj zmet. Je burri vjetër, shqyqyr që na erdhe një herë. Na sill mëngjesin. Po pse? Vemi ham nga kushinën. Jo, ore, po pse me fëmra do shtrojme në tavolinë? Jemi apo s'jemi burra? Hajde shpejt grua! Jo këtu ti more birë. Për kokën e fëmijëve do më thuash të vërtetën. Për ndryshe të bëra lanet. Do më thuash apo jo? Pse jo më baba? Po të vërtetën ama. Që a loj që më bët mu i sot në mëngjes gjanëm? Cila loj? Ja jo që më bët i smeti si në kohën e zamanit. Po nuk që loj ajo. Lari ato ti, ujti vajti në mendet të talët me mua. Ty apo asaj? Mua. E përse e bërë ti këtë? Që kujton ti, more, se jam unë? Niko po gjithë si në kone turkut? Jo, Unë nuk i duroj do të gjera. Bile i kam shumë zët. Por ama, nuk duroj do të ngrien femrat me pustan dhe të urdhroj burrat. Këtë nuk e duroj do të. Burri është burr, dhe i takon të urdhroj, kurse femrat të bindet. Shtu bra, më vjen shumë keq që e tallur me mua. Dëgjoj baba, e di si është puna. Ti mbrëm u zëmërove me mua se mpe duke qëruar peshk edhe vajt e re pa ngrënë darkë. Edhe unë që të bëja qefin, sot u solla si ata burrat e vaktit. Pa lepa, sa mirë që e vërtit dhe ajo, tamam si kur që rritur me feregje. Kot nuk është artiste ajo. Sonde do të më presësh bilet, do të vemi bashkë të shohim. Unë këta artistat i kam patur gjithmonë në zet, po nuk t'jen nga dhe ajtë ligë, din të avartisin. Urdhroni, ju lutem, lirojeni mesin, hajdeni më përpara. Ti plaka ty shuaj që bukun. Pilka që së bie, nuk e kam dezër fare më të treq. Bëç, plak të fazan që qenë kërka. Urdhroni, esni, hapni rrugën, më përpara. Ti shok atje, hap rrugën më po them. Shtu ju morve, mos u shty ti këtu more se do të zbres në autobuzi. Shoqe, urdhroni biletën. Na, e dëgjon. Kaq përgjegjësi ka dhe të bën namin. Mere me mënd, bie fjala si kur ta bësh ministre. Nuk ka faj, jo. Nga 5-6 dit nga këta varja, këtu mund të kekur atë autobuzit. Shtyen shumë edhe vendet përpara rrinë bosh. Po si, nuk pas ka faj. Hej, qfar bën ti, more? Ty të the, more, qfar bën? Shtyen apo shtyen? Më duket si kur e njoft të fytyrë. Rufiani. Më është qepur që nga fshati. Ma që losja t'je në mbledhe dhe t'ashtis më ndajet. Kush? Ja ka fytyrë.
Më ka kthy dhe kurrizin. Bën sikur s'me nje pale. Ja tregoj unë tash ti. Shkëm dhe kështu more. Mos të nga mendja. Fal. Nga mrapa më duket tamam si një miku im. Fal, ç'do të fal more. Më je edhe plak me 2 pëlla mustaqe. Në jam plak me 2 pëlla mustaqe, shty ato prapanica. E mos më gjish mua pas tere. Shket turp luke. Ba. Pa. Jo, more, jo. A I bark madhe im është me me tërpjet se ky që nga rabut fare që nga. Do të ndajemi këtu, se unë do vete deri në ministri. Ndajemi. Edhe unë do shkoj në komitetin e partisë të Shokoropi, se ashtu kam një punë. Po tashi nuk të lën atje, duhet presësh orën 12. Po pse si e ke hallë? Kam edhe unë hallet e mia. E po atere gjesht atë ora, unë po shkoj repart e Petriti. Mirë do të bësh se shumë largës besoj ta gjesh atje. Po na, shiko. E di ç'ke ti? Shko tek ato makinat atje dhe merr një taksi. Tek to ktheja? Ja tek ato veturat e vogla. Ashtu. Na baba. Para ke me vete. Më që më kujtove lekët. Na, meri, se janë të tuat. Apo janë të tuat. Apo unë të mia të marrë dogja me çipuk pa hate. Se dhe juve nuk I gjeni rrugëve. Po me gjithë atë, unë po të marr një qinqe. Hajt miru pafshim. Ku do vesh, Xhaxho? Rapa diellit. Dale, Xhaxho, ç'pate? Me leje, more birë. Urdhro, Xhaxho. Desha të vete në repartin ushtarak 9009. Të djallit të marrë. E ku vete kështu si lopa mërë? Prap më bë avale ky pufi sot. Baje. Na mërë ti, o Xhaxho, hajde këtu, hajde. Lëre, mos e nga se e di unë se ku ta gjej. Të zënë, thot. Cherchez la femme. Urdhëra? Cherchez la femme. Që do të thotë se bebi sherrit është femra. Tamam ashtu është. Pikë si karen. Napoleon Bonaparte, sa herë që grindeshin dy vet, thosh cherchez la femme. Që do të thotë se bebi sherrit është femra. Bravo I qoftë. Më kot, nuk I kanë thënë njëri I madh. I ki shumë zët femra që mbanin veten për të ditura. Mos mare. Tamam si unë pas ka qenë. Edhe unë I kam zët gratë. Kemi një shefe ne që na I mori shpirtin. Si u ti, kurse ne kemi një kryetare që... Prandaj kam ardhur dhe unë këtu. Të shkoj në komitetin e partisë të Shokoropi. Mire bën. Ai me një fëmir mua se kush jam unë. Ja do ta bëj unë kryetaren të vijet mi laj kamët me lot, ja s'ka. Po gjene,
Unë e kam zemrën e butë dhe do ta vetë pastroj pleun e stallës. Shpate, shërshej la fam. Nuk e pesë çfarë zogë kaloj. Po ti sikur I kishe 10 femrat. Jo të gjitha, vetëm shefet. Po edhe ajo po të bëhet shefi një lloj ka për ta ngrënë shpirtin. Halal Xhaxho, ça je bëj halal. A mo dhe ty si që të tjerë qënde. Vaje more. Kemin na këndi përgatitet ta japë në këtë çast Bet të Toçi. Ky e përcjell topin përpara zonës së Rëcis. Ndër hyn aty deri është 3 futbollistë skuadrës së Tre futbollistë të skuadrës së Shqipërisë kanë hyrë në distancë fare të afërt. Dhe njëri prej tyre e ka shkurtuar distancën e golave. Është Mema, lojtar I mezit të fushës, I cili shfrytëzoi atje një top të dërguar tek zona e rrethësisë në distancë të afërt. Çfarë Xhaxho? Pse, s'deshe të ruajshë? Jo. Deshe të shikohesh e ca në pasqyrë. Gati Rada. Më jesh gërryer këto, mare. Tamam si terra të lucë. Traftar! Kujton ti se nuk e di unë përse të ka dërguar. Kush më ka dërguar, më? Ajo të ka dërguar. Bet me rak forte. Mos mi shit mua ato, po të rego të drejtën. Të ka dërguar që të shikosh se çfarë bëj unë këtu. Po si. Unë po të shikoj një vinje drejtë në hotel. Nuk rrinja këtu. Nuk shikon si kam mbetur në mes të rrugës. Shpirtin kam për t'ja marrë. Shtu t'i thuash. Unë kam hallin tim se mbeta pa qësë luqe. Era këtu dhe me thanë viti marrë mas njave. Si pas njave, marrë. Ja, kjo shoqja këtu. Më tha e që meri mas njave. Ja, moj ti. Je në këtë qeveriti apo nuk je? Se nuk më shkoj? Shka moj, kukumjaqka. Veqma nuk shikon nga sytë fare. Kurse ti mi shua të vi pas njave. Mos do të tërheqesh për dore zotrote rrugëve të Tiranës? Ka ardhur nga anë e anës burri botës. Në shak I qoftë. Ma thirë këtu atë kryetarin anë, drejtorin anë, ministrin anë. Çfarë keni ju këtu? Ç'urdhëroni Xhaxho? Kush je ti, moj? Drejtore Vica? Jo, jam përgjegjësi. Aha, përgjegjësi. Pra na e vem punë çorap këtu. Nuk keni në një burë këtu që mund të merren vesh? Jo. Mirë të bëhet. Shtu është kur pijem dorë të grave. Ç'kemi? Si u bë? Si u bë? Nuk të qëndrë! Ajde! U bë për mrekulli u bë! Po nuk kishin faj ato, bre. O, budallaj, nuk ja spjegova se si e kam hallit. Ato kujtoni se kam gjysnik të tjerëse. Ashtu thon tash ti. Po nuk I njeh grati, jo.
Jo, bre, jo, se ishin femra të mia. Pika që s'të bie. Po s'ke faj ti, fajnë e ka mund që s'lash ashtu të predhësh rrugëve. Ku ka femra të mira, more? Të mira bën vetëm atëre ku t'ja mbledhësh t'ja bësh rip fare. Pa dale, ke për të parë ti se shtë mbledhë t'i bëj unë asaj atje. Kujt me? Kryetares! Aha. Gjatë jeta. Ja, po vete 12. Në 12 e gjysëm ka marrë fund. Do ta shikoj ajo se kush është Gjasulua. Ale fete, kjo është karabinat, kjo është. Ale. E gjo. Sonde do të vemi bashkë në fjatër e mare. Do të shikosh atje se si i kam bërë gratë, no, tërpjem. Do shikosh nusën e djali tim si e kam bërë, shtë të themu atje. Do të qerasun. Ja, sa do të qerasun. Edhe biletot do të mi marrin birë. Atere këtu do paguaj unë pat. Për mua nuk ka gëzim më të malë se sa sot. Ja, nuk këto me cëmbishte. Këto me cëmbishte. Kur s'vlisja vetë pi. E mirë, mjaftë, na mallëndjeve, mjaftë. Po t'je në shiqyrë që për e shpishmën. Hajde gëzuar se më vajti vonë mua. Gëzuar. Që ty të kanë dërgura pas ta fat që të më pegosh mua. Po jo, bre, për kokën tënde jo. Po fundje punë e madhe. Nesër ditë re, kësmeti ri. Jo. Nisemi bashkë gjë me natë, rri me presim gjërsa të vijë ora. Edhe njënska. Qupe, 2 frenete. Se emocionuar jam sonte? Pse? Më ka ardhur vjeri në shfaqe. Punë e madhe. Mua më vjen gjithmonë. E po ne nuk i kemi njësoj. Ne ka me dy mustaqe. E paskër këtë model. Në pace, kamo.
More ty të them, në për qakma. Rria manëri. Qëtësi, Gjagjo. Qëfar do baba? Pesha pak qakmakun. Po është ndaluar duhani këtu. Po durohet pa duhan këtu? Gjeve rria këto që kërcejnë kështu me breqka në mes të burrave? Po si nuk e di? Mamin e kanë dekoruar edhe me urdhrin e punës. Pse punësh kjo, ha? Po, qupë ka këtu more. Pika që së bje burrave. Biri të paret. Po ti, si o tem do më bësh, ha? Jo, gjyshu, nuk e kam qef baletin. Ashtu më rofsh. O të keqja gjyshit ja. Ti më bje gjyshit të më bësh një hoqire mirë të më bësh. O të keqja gjyshit. Gjyshi, e ti gjyshi unë do të bëjmë akrobate. Po teshe edhe avukate. Po kështu si jo tëm, jo. Gjyshi, këtu kam dalë në fotografi në palat. Që është kjo? Spërkata. Po kë? Një shok. E di tatë këtë punë? E di si nuk e di. A i më regjistroj. Zdo mënd, u prish dy njoja fare. Falni lutëm. Dale! Prit, sigur të kishim ca pjavica, do t'ishte keq. Kese ku i gjenë? Gjabeqo. Pjavica! Apo ushujsa si thonë. Gjabeqo, shoqja është doktor Resha, ka ardhur që ta vizitoj. Ashtu? Më falë. Urdhra. Çfarë keni bërë kështu? E fërkova ca se i dhim të koka. Nga se më kojnë? Çfarë jo dhëm? Vate ky! Zula! Zula! Duhet ta zhveshën pak që ta viziton. Po si? Në rraset ka plasur cipa ty, unë jam burr me namus. Ma nuk më
mund t'i vizitojmë në këtë mënyrë? Nuk kam nevojë për vizitën tënde. More baba. Lëri llafit ti. Aman të keqen, mos ki këtur. Jare, po të shvishem unë. Shoqja doktoresh, viziton mua të pare. Po jo nuk keni nevojë për të vizituar? Njështu sa ti dalë turpja tite. Gjabegja. Jo, mos u shqetëson. Nuk ka vetëm një lodhje nervore, edhe do të japin disa barna qetësuese me luminas. Shkoni e flini, hiq po su beri marak. Rri unë e gdhej këtu, mo. Jo, Gjabegja. Shiko. Po pse miku i mirë në ditë të liga një jetë. Po pse të rrish pa fjedhur, mo Gjabegja? Unë pa punë jam, juve nesër duhet të shkoni në zyrë në orën. Gjabegja, si kur shtredet ty këtu? Mirë, Shështë ajo fjalë, më po kom se gjumi mua sonde, më. Hajde, flini. More Gjabegja, flini. Po, ecës. Mirë, mo Gjabegja, mirë. E por natën e mirë. Natën e mirë. Mo Gjabegja, se arrova, të lutem t'i japish pak ato ilaçet e gjumit, mundo. Po qepja ja pun. Natën e mirë, pra. Natën e mirë. Jo këtu për aser. Qo dhe pi ilaçet. Nuk i pi unë ato. More do t'i pish se Po nuk i pi, po të them unë këtu. Apo ilaçet e saj nuk i pi unë. Do t'i pish se na, ndryshe o pingën ke për të takuar rope. Hape gojë. Ashtu. Pi mirë. Fli. Qetësohu, që ta kesh mendjen top. Musta që madhë, s'deshet vishmet mirë me mua, ta shikash se ku të shpijet.
Më martove pa më pyetur fare. Edhe mua më theve gjamat. Je fanatik. Edhe për mua ke folur keq në autobus, more. Sa po e vizitova, ky njeri nuk ka dhënë. Ky njeri, përveç këtyre, ka marrë në qafë pullet e kooperativës. Ka braktisur frontin e punës. Gjyqi vendosi, ti pritë mustaqet si simboli kapa dhe ilëtë. Tani mori fund kapa dhe ilëtën tënë. Largohuni! Reu Gjasulo. Shumë poshtë pas ke rënë. Më mbytën gratë. Gjasulua është i yni. Duhet t'i pindeni të gjitha. Ua tregoj unë qefin. Sulo! Sulo! O Sulo! Po s'gjohë, bre. Po s'gjohë, bre. More, po ngrysh, more. Ke që mram që flim. Sa më të ora? 4 pas dreke. Mos, more. Si 4? 4 dhe ka kaluar, bile. E pat kjo punë. Na i ku ropi dhe sot. Ropi erdi sepse kishte lajmëruar Samiu. Të priti 2 orë të tëra të priti këtu. Po ti, more, pse nuk më s'qove mua? Po pse, po los një vendi ti. E të thash, që kot mi dhe ato ilaqet. Qëna bërë, more. Se si the ropi të këndron dhe këtu ti. I thash po shkëndron dhe dot. Ishte me punë fizike. Vetëm 2 orë leje kishtë dojnë brigadierja. Mos, more. Po si, nga ta ashe. Nuk e një fmi ropi ti. A i 30 Gjermani, a jo gratë. Edhe nga ti 30 Gjermani. Po unë kyqet e kashës kam. Kurse ropi është me pozit. Bë, qëna bërë, more. Po si u t'ja pen të shi? Mos ki gale, se i gjej unë. Hadi, grau! Dal më kle lukën. Hajde shkojmë këtej nga laqë. Je në vete, mo. Rofi të punoj në laqë, a i do t'jeti madhë këtu. A, shoko! Kush është i pari fshatit këtu, more? I pari fshatit? E, ku e këti që amësun e marrë me mend? Ja, shokja, ke! Ej, laq, shpejt, laq! Ja se si ja merë shpirtin gruja burrit kur është i humor. Kujta, ati? Ati, Po pse, nuk e njojtë si kush ishte? Zemar, kush është? Po ropi është që kërkon ti? Je në vete, mo. Ti nuk e njeh ropi fare. Ropi është me mustaqe, me flok kacarela. Use ky është tull fare. Ashtu ka qenë, po shikohet është ti. Shoku ropi! O, shoku ropi! Urdhoni! Sulua! Ha, ku je? Të kam pritur sot 2 orë. Që bëre? Ha, që kemi? U bëre mirë? Unë mirë. Po ti bëre... Sa pas ke ndryshuar. Që ti bësh? Unë plakëm ne të ashti, Sulo. Avash, po vjen koha t'ja dorzojmë stafetën brezit të ri. Laq, shpejt, laq! Shoku ropi, lëreni muhabetin, po pengoni punën. Edhe grave. Edhe atyre, janë me të vërtet një forcë e madhe. Erdha! Samiu më tha se kishe diçka për të më thënë. Jo, nuk isha gjë për të thënë. Ja, erdha të pash. U kënaqja.
Mirë se u gjema shokëni! Mirë se erdhe Gjasulo. Ka edhe më të mëdhenj nga ty këtu. Mirë se ardhe Gjasulo. Gjyshi! Beqo! Ta shtije tutje, dhe të bësh me familje kryetarësh. Të lumë të rësullu!